Jerzy Engel, ish trajneri i Polonisë, e ka cilësuar me fat fitoren e skuadrës polake përballë Shqipërisë, e zgjidhur vetëm nga talenti i dy yjeve të saj, Lewandowski e Zielinski. Objektivi ishte të fitonim, nuk ishte që të bënim ndeshje spektakolare, por një ndeshje përfitore dhe atë e arritëm. Askush nuk po mendonte për stilin e lojës në një ndeshje të tillë, një që duhej fituar me çdo kusht. Nuk ishte një ndeshje e bukur, pasi po mundeshim 0-1. Këto nuk janë ndeshje të bukura. Asnjë skuadër nuk luajtur në mënyrë të bukur, por të dy skuadrat deshën të fitonin këtë ndeshje. Ne duhet jemi të lumtur që rezultati ishte në favorin ton, tha ai. Prisja të ishte një ndeshje shumë e vështirë, një kundërshtar shumë i fortë. Pati një moment dramatik në 1-1, kur Grabara u ngrit në lartësinë e detyrës dhe shpëtoi një rast shumë të mirë për shqiptarët. Ishte gjithashtu një nga momentet vendimtare. Në çdo ndeshje si kjo, lojtarët më me përvojë morën përsipër barrën e lojës dhe përgjegjësinë. Do t'ju kujtoj ndeshjet e mëparshme play-off, ku Szczesny dhe të tjerë që kishin luajtur për ekipin kombëtar për shumë vite, morën përsipër barrën e lojës. Ishte e njëjtra gjë edhe këtu. Jam i kënaqur që Lewandowski dhe Zielinski ishin lojtarët kryesor. Grabara u përshtat me këtë. Këta tre lojtarë siguruan fitoren ton. Në këtë ndeshje, askush nuk mundi të godiste si Zielinski dhe askush nuk mundi të fitonte një situatë kaq të vështirë dhe të shënonte si Lewandowski. Në ndeshje si këto, lojtarë me përvojë, të cilët paraqiten mirë në skenën ndërkombëtare, duke luajtur për klube të shkëlqyera, mbajnë barrën e përgjegjësisë. Gjithmonë ka ulje ngjitje. Një gabim i madh nga Bednarek na kushtoi një gol, por në përgjithësi, i gjithë ekipi meriton të marrë merita për fitoren 2-1 dhe avancimin. Nuk ka kuptim të mërzitesh për dikër që bën një gabim të vogël ose të madh, tha ish trajneri i Polonisë.